Të nderuar shikues, më mbrëma do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Mira shtëpi nga Durrësi në Vlorë janë ende nën ujë dhe dëmet nga vërshimi i lumenjve janë të mëdha, ndërsa akulli vështirëson qarkullimin në shumë akse. Kryeministri Rama mbledh Komitetin Ndërministror të Emergjencave Civile, premton dëmshpërblim të plot për të gjitha familjet e prekura nga përmbytjet. Berisha kërkon krijimin e një fronti opozitar në sloganin Zgjidhje për Shqipërinë. Kreu Demokrat thotë se Rama rrëzohet vetëm me protesta. Zjarri në tregun pranë rrugës 5 Maj dyshohet se u shkaktua nga një kabull elektrik. Tregtarët ankohen se humbën 100 milion lek mall për pak minuta. Vjojmë mëngjesisht, 2 hidrovorët në Durrës po punojnë pa pushim, por kjo nuk e ka frenuar vëshimin e lumit Erzen. Për pasojë shumë banesa dhe toka janë mbuluar nga uji, situatë e rënduar edhe në Shijak, ku ka probleme me qarkullimin e makinave. Situata në teritorin e bashkisë Durrës vijon të jetë rënduar si pasojë e rreshjeve intensive dhe daljes së lumit Erzen nga shtrati, i cili ka shkaktuar përmbytje në disa zona. Aktualisht, kanali i Tonës ndodhet në nivel maksimal, ndërsa hidrovorët e Porto Romanos dhe Hamallajt po punojnë me kapacitet të plot. Dalja e Erzenit dhe çarja e argjinaturës kanë përmbytur fshatrat Erzen dhe Flak, ndërkohë që edhe Qerreti është në rrezik. Deri më tani llogariten rreth 1000 hektar tokë bujqësore të përmbytura. Në Sukth gjithashtu janë rreth 5000 hektar tokë bujqësore të përmbytura, lagjet 2, 3, 4 dhe pjesët e qytetit vijojnë të mbeten në ujë. Edhe në bashkinë Shijak, situata është e rëndë, veçanërisht në Xhavzotaj, Maminas dhe Gjepalaj, me prani ujë në banesa dhe vështirësi serioze në qarkullim. Ndërkohë që ka vazhduar deri në orët e vona të natës së dieshme evakuimi i banorëve nga zonat e përmbytura, strukturat e emergjencave civile, policisë së shtetit, ujësjellës kanalizimeve kanë bërë transportimin e banorëve nga zonat e përmbytura drejt hoteleve në vijën bregdetare të Durrësit. Si shihet edhe nga pamjet, zona e Jubes vijon të jetë nën pushtetin e ujit, ndërsa nga të dhënat e shtabit të emergjencave mësohet se në fshatrat Vadardh, Katun Sukth, Kull dhe Katun Diri janë zhvendosur 300 banor, të cilët janë akomoduar në hotele. Shumë keq që kam gjendja. Mbush shtëpia rash me ujë, nuk kam ka më fut so një metre det. 1 metre kam. Jemi mirë fare. Nuk kemi gjetë vend më të mirë se këtu. Si ndodhi përmbytja? Mund ta përshkruash pak? E përshkruaj nona. U myt radhë parë. I në vllej, nuk hyni mrena. E shoqëri i e la me shplam, i gish kishte ngel pa hyrë mrena në ballkon. Pastaj u fut mrena me dhe ata badanie ose ata gjona. I thash goca po më merrohet, i thash unë ka frikë, i thash unë edhe jam i detyruar që o të vetë ta marrë ose të bëhet në një gjë, thashun se mora veshje nuk kalohet. Ju vetë rini këtu, tha ai kryetari, tha, do shkojmë ne t'i marrim fëmijët. Okej, thashun, po do vi dhe unë t'ju shoqëroj, thashun. Po të them ti nuk më besoshe, domethënë aq ujë i madh sa o Zot. Në total, numri banorëve të evakuuar nga përmbytjet e datës 6 janar shkon në 842. Nga ana tjetër, Bashkia e Durrësit vazhdon verifikimet në terren për të evidentuar dëmet e shkaktuara nga përmbytjet. Në 3 ditë pune të grupeve të verifikimit janë inspektuar 2380 banesa dhe në 848 prej tyre janë mbajtur akt konstatimet përkatëse. Qindra banesa në 2 anët e lumit Vjos janë nën ujë, por fatmirësisht banorët janë shpëtuar dhe po ashtu edhe shumë nga bagëtit e tyre. Situata ka njohur një përmirësim të lehtë pasi niveli i lumit është në rënje. Megjithatë, dëmet konsiderohen të mëdha dhe banorët kërkojnë ndihmë. Prurjet e lumit Vjosa kanë shënuar rënje duke dhënë shpresë për mos përkeqësim të mëtejshëm të situatës së përmbytjeve. Aktualisht niveli ujit e ura e Mifolit është 8.4 metra. Prurjet nga Memaliaj dhe Përmeti gjithashtu janë paksuar.
Megjithatë, situata mbetet problematike në zonën e Bishanit, ku nënkalimi vjon të jetë imbuluar nga rreth 2 metra ujë, duke e bërë të pamundur qarkullimin e automjeteve. Jemi të bllokuar në rrugën e lëvizjes. Nuk lëvizet dot. Nuk lëvizim dot. Janë 11 shtëpi komplet agja e para ty. Tani do merrim një dy katë varrezat. Tani që i kontrollojmë se nuk venim dot ne. Sfutesh. Është futur komplet agja e para këtu. Është komplet në ujë. Njerëzit janë larguar në ujë. Janë sistemuar, Ushqim kanë nxjerr lopët. S'kan ushqim, i kanë nxjerr lopët ata. Si pasojë e përmbytjeve, uji ka depërtuar në rreth 20 banesa në Bishan, kryesisht në ambientet e jashtme të tyre, duke shkaktuar dëme materiale dhe shqetësim për banorët. Po ashtu argjinatura është dëmtuar dhe uji ka depërtuar në sipërfaqet e tokës bujqësore. Problem mbetet uji në oborret e banesave edhe në fshatrat Mifol dhe Fitore, por edhe në qendrën e njësisë së Novoselës. Ndërkohë janë evakuar 2 të moshuar që refuzonin të iknin nga shtëpit pranë urës së Mifolit. Po ashtu janë shpëtuar edhe 200 krerë bagti nga fshati Bishan dhe Novosel. Pas tërheqjes së lumit Vjos nga stacioni pompimit në Kafaraj, është rikthyer furnizimi me ujë në Fier, por uji që aktualisht vjen në rubineta është i papërshtatshëm për përdorim. 75 banesa brenda dhe jashtë argjinaturës janë në pushtetin e ujit në fshatin Ferras. Mes ujit e baltës banorët rrëfejnë për situatën që i ka gjetur tërësisht të papërgatitur. Erdhi me rrëmbesë të madhe. Jemi kthyer kështu në një kuzhinë të vjetër andej tër natën. U mbytëm. Vajti ujë. Çaj, më tepër nga 1 metër. Brenda në obor, pastaj mori sheshin brenda. Keq sa s'ka kurrime, çdo gjë e përmbytur. Brenda dhomat, jashtë çdo gjë e mbytur, që na shpendët e zajreja e baktis është në ujë, 2 net në makinë. 7 shtëpi janë mbytur andaj prapë. Edhe ne ata pati çfarë argjinaturës. Pavarësisht se uji arriti mbi 1 metër, banorët nuk u larguan nga shtëpit, me shpresën për të shpëtuar ç'të mundin dhe për të mos lënë vetëm bagtit, të cilat i kanë nxjerrë në rrugë. Tash do thuash ti për të ikur mund të lëvizësh, po është baktia aty lart, ajo nuk rri vetëm. Makinat lëvizin tutje atu dhe je i detyruar shmang. Mëngjesin e kësaj të premteje, komisionet e verifikimit kanë dalë në terren për të përcaktuar dëmet. Shëmbët unaza e poshtme e qytetit Burelit, projekte nde pa u marrë në dorëzim nga ARSH. Rruga ka pësuar 4 shëmbje, ky 2 prej tyre janë dëmtuar gjithë trupin e Karexhatës, me problematike paraqitet në anën perëndimore të saj, ku në 2 segmente e gjithë traseja është dëmtuar rënd, duke bërë që të mos kaloj asnjë lloj automjeti. Pjesa më e madhe e banorëve kanë të pamundur të shkojnë me automjet në banesat e tyre, ndërkohë që shëmbja e rrugës, e cila vazhdon, ka vënë në rrezik edhe banesat. Rekonstruksioni total i unazës së poshtme të qytetit të Burelit është financim i Autoritetit Rrugor Shqiptar me vlerë 128 milion lekë, nisur një vit më parë. Aktualisht ky objekt mbetet i pa kolauduar dhe i pa marrë në dorëzim, çka pritet të kërkojë tjetër financim nga autoritetet për të riparuar dëmtimet. Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile diskutoi situatën e krijuar nga përmbytjet. Kryeministri Rama deklaroi se qeveria do të dëmshpërblejë të gjitha familjet e prekura. Sipas tij, situata tashmë është nën kontroll. Situata e rënduar nga moti i keq është analizuar në mbledhjen e Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile. Në prani të kryeministrit Rama janë vlerësuar dëmet e shkaktuara nga shiu dhe përmbytjet. Deri tani janë në rang vendi numëruar 1587 banesa me praninë e ujit, janë evakuar 339 persona dhe 51 familje, po ashtu prania e ujit është konstatuar në 13.211 hektar tokë bujqësore, ku një pjesë janë përmbytur, sikundër edhe disa qendra shëndetësore apo objekte arsimore. Kreu i qeverisë u premtoi qytetarëve të prekur se do të dëmshpërblehen. Sot dua t'i siguroj edhe të dëmtuarit e kësaj here se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrim ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku bëri me dije se situata me energjinë është përmirësuar, ndërsa të gjitha akset janë funksionale.
Kemi pasur disa shkëputje në zonën e Kuksit apo zonën e Librazhdit, por që të gjitha janë kthyer në funksion në kohë rekord. Përsa i përket akseve rrugore, akset rrugore janë të gjitha funksionale. I referojmë këtu akseve kombëtare, jemi në ndjeni gjithashtu që ka pasur problematika në akset rurale të cilat mirëmbahen kryesisht nga bashkitë. Ndërkaq, Ministria e Brendshme Albana Koçiu bëri bilancin e forcave policore të cilët janë në gatishmëri. Konkretisht rreth 5.500 punonjës të policisë shtetit kanë qenë të angazhuar në territor duke mbështetur të gjithë strukturat dhe janë 700 mjete të policisë shtetit të cilat janë vendosur në dispozicion për të mbështetur dhe për të ndihmuar. Forcat zjarfikse që janë mbi 720 efektiv të përfshirë në terren, të angazhuar në këtë situatë, kanë kryer dhe ata rolin e tyre sa i përket misioneve jetëshpëtuese. 55 automjete zjarfikse në dispozicion. Ndërsa Ministri i Bujqësisë Andi Salla u shpreh se po punohet për hapjen e kanaleve kulluese në mënyrë që të shmangen përmbytjet. Po punojmë për hapjen dhe pastrimin e kanaleve kulluese, ku atje ku kemi pas nevojshme me gjithë eskavatorët, ku kemi rreth 29 eskavatorë në gatishmëri në nivel kombëtar, ku i kemi pas në zonat kryesisht të prekura ndaj përmbytjes, ku të gjithë eskavatorët kanë qenë në gatishmëri 24 orë. Gjatë mbledhjes u bë me dije se qeveria ka në dispozicion rreth 50 milion euro për situatën e emergjencave natyrore. Kryeministri Edi Rama mblodhi këtë të premte kabinetin qeveritar si dhe grupin parlamentar socialist në një takim të zgjeruar në SAUK. Në mbledhjen disa orëshe mësohet se u diskutua edhe për situatën e përmbytjeve. Ekonomia dhe siguria zunë gjithashtu një pjesë të rëndësishme të takimit. Antarët e kabinetit prezantuan objektivat e këtij viti për çdo ministri. Në takimin me dyert të mbyllura u gjithashtu një pasqyrë e planeve strategjike dhe projekteve qeveritare. Kjo është mbledhja e parë që kreu i qeverisë zhvillon me kabinetin e tij për këtë vit, ndërsa kjo formë takimi zhvillohet çdo janar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mblodhi në një takim aleatët, aktorë të shoqërisë civile dhe përfaqësues të biznesit. Ai bëri thirrjen për bashkim me qëllim krijimin e një lëvizje që çon në largimin e Edi Ramës, pasi dëgjoi propozime të ndryshme për aksionin e opozitës. Berisha theksoi se data e protestës kombëtare do të vendoset nga kryesia. Partia Demokratike po tenton të krijojë një aleancë me çdo faktor opozitar me sloganin Zgjidhje për Shqipërinë, para se të nisë protestat kundër qeverisë socialiste. Në një tryezë ku morën pjesë figurat shoqërisë civile, përfaqësues të biznesit dhe aleatët tradicional të PD-s, Sali Berisha deklaroi se protestat janë vetmja rrugë për largimin e kryeministrit Edi Rama. Duhet të ngrihemi në një përpjekje të madhe qytetare për të larguar nga pushteti këtë bandë, këtë organizat kriminale. Ideja se mund vind në heqin nga jashtë është e gabur. Ideja se do të hiqet nëpërmjet proceseve gjyqësore është po kaq e gabur, sepse ai bllokon. Berisha sqaroi se protestat e opozitës do të kenë vetëm një kërkesë, krijimin e qeverisë teknike, e cila përveç zhvillimit të zgjedhjeve të reja, duhet të ketë si detyrë edhe të mbrojë spakun. Ne kërkojmë një qeveri teknike me thjesht me dy objektiva. Së pari përgatitjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Së dyti, qeveria do ketë detyrë të mos pengojë drejtësinë. Kryetari i Partisë Demokratike shfrytëzoi këtë takim për t'u kundërpërgjigjur edhe kryeministit Edi Rama dhe deklaratave të tij në Komitetin e Emergjencave. Ju bëj thirrje qytetarëve kudo që të shihni ministra, i gjuani me vezë ose domate. Këta janë shkaktarët kryesor të fatkeqësive tuaja. I dëgjoj sot ju. Po shpifet. Qa po shpifet? 2 hidrovorë të Durrësit. Hidrovori Hamallës pa asnjë pompë në funksion. Gjatë tryezës pati disa provozime, nga ideja për ngritjen e çadrave para kryeministrisë tek zhvillimi i proteste në datën 22 janar, ku gjykata kushtetuese të shqyrtoi pezullimin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Vetë kryetari i PD Sali Berisha preferoi të mos thotë një datë, por sqaroi se protestat do të zhvillohen çdo ditë. Proteste vazhdueshme do thotë që sheshi të mbushet çdo ditë.
Pra do të ngrini çadra, çfarë lloji? Do përcaktohen, drejt pyetje. Qëndron pyetja, po ato do përcaktohen të gjitha cilat do të jenë format. Do ngrihen çadra, do ngrihen, me një fjalë do ketë të gjitha format. Pavarësisht përpjekjeve të Partisë Demokratike, tryeza sot u bojkotua nga drejtuesit e partive të reja parlamentare, Arlin Qori, Adriatik Lapaj e Agron Shehaj. Nuk do pranoj kurrë. Dëmet e shkaktuara nga zjarri në tregun pranë rrugës 5 Maj në Tiranë janë shumë të mëdha. Tregtarët thonë se qindra milion lek mall shkrumbuar në pak minuta, ndërkohë ngjarja dyshohet se pati shkak një problem në kablot elektrik. Pamjet e kamerave të sigurisë kanë filmuar momentin e shpërthimit të zjarrit në tregun e ish uzinës Dinamo në rrugën 5 Maj. Një flak e vogël është shfaqur fillimisht në pjesën e brendshme të një dyqani në një kabull elektrik dhe më pas është shpërhapur me shpejtësi në bizneset përreth, të ndërtuara kryesisht me materiale të lehta dhe lehtësisht të djegshme. Në total u shkrumbuan 2 kapanone me më shumë se 100 magazina në një sipërfaqe totale për 10.000 metër katror. Një ditë pas zjarrit, pamja në treg është e zymt, stenda të shkrumbuara, tenda të rrëzuara, madhra të djegura dhe ende tym. Dëmet materiale janë të mëdha, ndërsa shumë tregtar janë gjetur përballë shkatrimit total të bizneseve të tyre. Ata akuzojnë forcat zjarrfikëse se ndërhyrja e tyre ishte vonuar. Zjarrfikse që janë standardit. Ne dinë do hym në Europë me zjarrfikse të viteve 80 dhe 90. Nuk e di këto emergjenca speciale se çfarë materiale marrin dhe çfarë aparaturë është përsuar zjarrin. Ne kur kam marrë unë, ku 2 kapanonet nuk ishin zjarr. Zjarri ishte vetëm këtu. Ka kaluar zjarri nga lart. Dhe nga lart kanë marrë gjithë kapanonet. Ja, llamarinat që kanë bërë këtu. As nuk na i siguroshin. Por nuk na i siguroshin. Kemi vajt ke sigurimet me këtë lloj. Me këtë lloj ndërtimi këtu nuk sigurohet asgjë. Mes tregtarëve pati dhe incidente, një prej të prekurve nga zjarri debatoi me përgjegjesin e tregut, të cilin e fajsonte për flakët. Në këto momente u dësh ndërhyrja policisë. Tregtarët shprehen të dëshpëruar se kanë humbur gjithçka brenda pak minutash. Disa prej tyre pohuan se malli i tyre ishte investim i punës gjatë viteve, ndërkohë shkaqjet e rënies së zjarrit po hetohen dhe dyshimet paraprake lidhen me një defekt elektrik. Grupi hetimor po analizon pamjet e kamerave dhe provat në terren për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes. Zjarri i rënë mbrëmjen e së enjtes shkaktoi panik mes banorëve të lagjes pasi ai rrezikoi dhe pallatet aty pranë. Duke i përfunduar, në falenderoj për të mendjen, bashkë natën e mirë.